U inaugurua qendra re gjuhëve të huaja në Gjakove, cila mund të quhet lirisht shkolla për gjuhë të huaja. Në prezencë të shumë mysafirëve, drejtoresha e kësaj qendre Jacqueline Lipoveci Reznigji tha se këtu do të ofrohen kurse intensive dhe grupore për të gjitha nivelet A1, A2, B1, B2, C1, C2, çdo ditë pune për gjuhën angleze dhe gjermane. Por në këtë qendër mund të realizoni edhe përkthime nga gjuhët skandinave dhe jo vetëm. Përvoja ime 9 vjeçare në këtë biznes e bëri që unë të zgjerohem edhe t'ju ofroj klientave sa më shumë hapësirë, t'ju mundsoj sa më shumë produkte dhe t'ju mundsoj si kushtet evropiane. Ajo shtoi se të gjithë ata që ndjekin kurset këtu do të pajisen me certifikata që do të njihen nga të gjitha vendet e botës. Qendra jone ofron domethënë që 9 vite është e licencune, gjithë klientë që vijojnë kurset të na marrin fond diplomen, e cila ju shërben në vendet ku shkojnë edhe njihet. Kemi raste ku njihet edhe vim pikërisht nga ana e Zvicrës, sidomos vijnë të vijojnë kurset tek ne pasi që flitet mësohet gjermanishte e pastër, pasi që në Zvicër flitet një gjermanishte me dialekt, mirë po edhe në vendet gjermanofolse si Austri, Gjermani dhe gjitha vendet tjera njihet diploma jonë. Nga ana tjetër kursistët thanë se këtu mësohen gjuhet me themel dhe pas daljes nga këtu ndihen më të sigurt në prezantim dhe shkollim. Unë personalisht ndjek kurset intensive të nivelit A1, A2, B1 dhe tani do të ndjek kursin B2. Konsideroj se ne të rinjët e komunës së Gjakovës jemi me fat që kemi një qendër të gjuhëve të huaja me standarde evropiane. Pas hapjes së qendrës u tha se do të ketë zbritje të çmimit të kurseve për ata që regjistrohen këto ditë.